Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 7 qershor, duke hapur rrugën për konstituimin e legjislaturës së re dhe vijimin e procedurave për formimin e institucioneve. Sipas rezultateve të certifikuara, lëvizja vetëvendosje ka fituar 47.13% të votave, duke siguruar 53 mandate në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës renditet forca e dytë me 19.44% të votave dhe 22 mandate, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 16.69% të votave, që përkthehen në 18 ulëse parlamentare. Ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 6.74% të votave dhe do të përfaqësohet me 7 deputet në kuvend. Sa i përket vendeve të rezervuara për komunitetet jo shumicë, lista serbe ka fituar 9 dhe 10 mandate të garantuara për komunitetin serb, ndërsa një mandat i takon një forcë tjetër politike serbe. Po ashtu, partia turke KDTP ka siguruar 2 mandate, ndërsa 9 mandate të tjera të komuniteteve jo shumicë janë ndarë mes 9 subjekteve të ndryshme politike. Pas certifikimit të rezultatit janë konfirmuar edhe ndryshime në listën e deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidati për kryeministër Ardian Gjini, si dhe kandidati dhe deputetët Daud Haradinaj kanë hequr dorë nga mandatet e deputetit. Në vend të tyre, ulësit në kuvend do t'i zënë Bek Berisha dhe Burim Ramadani.